Në Preshev është mbajtur turniri në streetball nën organizimin e Zyrës së të rinjve dhe Klubit të rinjve në Preshev. Ky projekt është financuar nga Kombet e Bashkuara përmes programit POBILD. Ilir Sadriu nga Zyra e të rinjve thotë se organizime të tilla do të ketë edhe në të ardhmen në mënyrë që sadopak rinia e komunës së Preshevës gjatë kohës së lirë të ketë me çka të merret. Zyra e të rinjve dhe Klubi i të rinjve kanë parapar edhe disa projekte tjera të realizohen në bashkëpunim me organizata tjera jo qeveritare të komunës së Preshevës. Janë duke u zhvilluar disa gara në streetball, të cilën Zyra e të rinjve në bashkëpunim me Klubin e të rinjve, një projekt i cili është i financuar nga ana e POBILD-it të Kombeve të Bashkuara, sot janë duke bërë një promovim të aktiviteteve të cilat parashifen me anë të këtij projekti. Fillimisht, në kuadër të projektit Klubi i të rinjve, kemi arritur që me një numër të madh të organizatave jo qeveritare të akordohemi në lidhje me funksionimin e këtij klubi të rinjve dhe të formojmë një këshill programor, ku sot me ne janë anëtarët e këtij këshilli programor, një numër i konsiderueshëm i organizatave jo qeveritare, grupeve jo formale, Junior Skills, parlamentet e nxënësve, ku bashkërisht me ta morëm vesh që sot organizojmë një ndeshje të streetballit, një ndeshje promotive të aktiviteteve të klubit për të rinj. Në kuadër të kësaj ndeshje janë paraqitur një numër i madh i grupeve jo formale rinore të qytetit të Preshevës dhe shfrytëzojmë rastin që në kuadër të kësaj ndeshje të bëjmë shpërndarjen e një liflete me aktivitete të radhës të cilat do të pasojnë në klubin për të rinj, ku të rinjet pastaj do të kenë mundësi që të marrin pjesë në ato aktivitete të cilat do t'i organizojmë në javët në vazhdim. Sadriu thotë se në turnir janë paraqitur 6 ekipe, ku sistemi i garave është me eliminim, ndërsa rregullat e lojës janë të caktuara nga organizata e kulturës fizike. Deri tash janë paraqitur 6 ekipe garuese në bashkëpunim me organizatën për kulturë fizike, ku sot janë në kuadër të këtij garimi prezent edhe përfaqësues të organizatës për kulturë fizike. Ata kanë paraparë edhe rregullat e lojës se si parashifen me anë të streetballit, po ashtu po e shihni që janë të shoqëruar edhe gjatë kësaj ndeshje edhe me program muzikor, të cilën e shoqëron ose parashifen gjatë këtyre ndeshjeve të streetballit. Këtë javë të rinjtë e komunës së Preshevës mund të ndjekin edhe 3 ngjarje tjera së bashku. Sonte në stadiumin e qytetit të Preshevës do të transmetohet ndeshja e parë finale e Superkupës së Spanjës Barcelona-Real Madrid prej orës 22:30. Nesër do të mbahet ekspozita e fotografive prej orës 18, ndërsa të dielën do të luhet ndeshja miqësore në mes të Preshevës dhe Zyrës për të rinj.